Integrimi është marrë sot peng nga qeveria, është marrë peng nga majoranca qeverisëse. Shqipëria ndodhet në një udhkryq ku duhet tregoj vullnet politik, jo vetëm për të miratuar ligje, po vullnet politik për të zbatuar këto ligje, për të pasur reforma gjithëpërfshirëse që e ndryshojnë Shqipërinë. E kjo nuk po ndodh. Çfarë po ndodh realisht sot? Pikërisht momentin kur ne duhet tregojmë rezultate konkrete për luftën ndaj korrupsionit, për zgjedhjet lira dhe të ndershme, për garën ekonomi, për meritokracinë, për prokurimet publike të hapura, për koncesionet të cilat duhet shkojnë aty ku është oferta më e ulët, për administratën publike me cilësinë më të lartë, po njëkohësisht me efektivitetin më të lartë, për shumë elemente të cilët janë pjesë e grup kapitullit të parë, pikërisht atëherë kur ne duhet që të zbatojmë, ne dështojmë. Integrimi nuk është listë ligjesh, nuk është një listë ligjesh në letër, po është standarde në praktik. Evropës ne nuk mund t'i duam fondet e jo vlerat. Evropës nuk mund t'i kërkojmë projektet e jo zbatimin e tyre. Sot Shqipëria ndodhet në udhkryq pikërisht për këtyre problematikave. Edhe për asaj reformës në drejtësi që mburren e rrahin gjokset e kur vjen puna nuk e zbatojnë. Edhe për luftës ndaj korrupsionit, e cila sot përdoret si retorik politike e nuk përdoret si vlerë europiane, se kur ajo vjen dhe hetimi vjen tek dera e qeverisë, aty ndalohet. Ndryshimet në kodin e procedurës penale për të penguar hetimin, vota e djeshme në parlament për t'i dhënë buroj politike zyrtarëve të korruptuar, janë tregues më të qartë që vlerat europiane, vullneti politik për to, sot nuk ekzistojnë. Për herë të disat në këto 12 vite, procesi integrimit është marrë peng dhe ka vetëm një përgjegjës nga majoranca.